Partia që i ka fitu më shumëti mandatën kuvendin e Kosovës e ka për obligim dhe urdhënohet nga gjykata kushtetuese me votu në kryetarin e pakicave. Smakici, duhet ta votojnë këto parti tjera kandidatin e listës sërbe? Dhe t'ja lënë vetëm vetëvendosjes këtë atune luftës ndaj listës sërbe? Po, është edhe detyrim kushtetues, ka thonë edhe e drejt, pra dhe në dy gjykime tjera, gjykata kushtetuese u mundu me eduku partitë politike, sepse tash kemi dy bloqe, blokun nacionalist që e përfaqëson lëvizjave për ta përjashtu komunitetin serb nga proceset politike në kuvend dhe pjesëmarrja në kuvend, dhe kemi partitë antisariane, shtet ndërtuese. Vetë nacionalizmi ku i kundër. Me thonë partitë antisariane, që janë të cilat janë shtet ndërtuese. Pra kena dy bloqe tash. Apo dojna me shkatërru qëtë Republik, a dojna me mbajt. Pra gjykata kushtetuese ka thonë, bëje me të mirën për Republikën e Kosovës, çka është? Themelimi i kuvendit Kosovës çish bëhet? Me paragrafin e tenit si e quajnë vetëvendosjen? Çish? Si ta quajnë vetëvendosjen? Vetëvendosja partia e rrugës që ka ardhur nga vandalizmi, nga gjujtjet me gur, kollja institucioneve dhe s'ka garu deri në 2010-ën. Pra është partia e rrugës. Pse se ke ndalu? Se kemi ndalu, po që ashtu. Jo, që se ke ndalu, që s'mund me ndalu, po që se ke para ndalu me qeverisje më të mirë.